Procesi i legalizimit në Shqipëri pritet të mbyllet plotësisht brenda vitit 2028, deklarata u bën nga drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhobelli gjatë një seance dëgjimore në Nën Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik. Sipas saj, aktualisht janë rreth 130.000 deklarime ende në proces, ndërsa viti 2025 ka shënuar numrin më të lartë të legalizimeve, që për kryimin të Agjencisë Qendrore të Kadastrës. Për legalizimin në fakt i kam disa shifra dhe mund të them që viti 2025 ku ne kemi emetuar 26.101 vendime legalizimi, është viti më i mirë që nga krijimi i ASHK-s në 2019. Për 2026-ën, pra vetëm për 6 mujorën e parë, kemi emetuar 17.396 vendime legalizimi, që është një numër në mënyrë të konsiderueshme më i lartë me atë që kanë bërë në 2 vitet më parshme, 2023-2024, dhe do jetë një vit edhe më i mirë se 2026. Një ndër problematikat kryesore mbetet regjistrimi i tokave bujqësore e përditësimi i hartave kadastrale, pasi rreth 80% e territorit pa qytetin dhe problematik, kadastra po vijon procesin e digitalizimit të dokumenteve e hartave për përmirësimin e regjistrimit të pronave. Kemi përfunduar të gjithë skanimin e dokumentacionit tekniko-ligjor, kemi përfunduar të gjithë digitalizimin e 4.3 milion kartelave dhe jemi duke punuar me Bashkimin Evropian dhe UNOPS-in për digitalizimin e hartave dhe presim që të përfundohen në dhjetor të 2026-s. Sipas Goxhobellit, regjistrimi fillestar i pronave pritet të përfundojë brenda vitit 2028, ndërsa aktualisht mbi 95% e territorit është i mbuluar nga ky proces.